Të nderuar teleshikues të Alp TV Kanada, sot është 28 nëntori, dita e pavarësisë, dita e flamurit. Kjo festë festohet në të gjitha trevat shqiptare, por dhe në diasporë. Në kronikën e zgjeruar që do të përgatis, do t'ju paraqes festimet që do kryen në Tiranë gjatë kësaj dite festive. Një rol kryesor në këtë organizim ka Bashkia e Tiranës. Për këtë arsye, do të intervistoj drejtoreshën e promovimit të qytetit në Bashkinë e Tiranës, Iva Beharaj. Iva Beharaj, faleminderit që pranove ftesën time. Shumë faleminderit për ftesën, e vlerësoj që na jepni hapësirë për të prezantuar gjitha iniciativat tona. Po, Iva, ju mbani statusin e drejtoreshës së përgjithshme të promovimit në Bashkinë e Tiranës. Ne interesojmë të dimë çfarë organizimesh do të bëjë Bashkia e Tiranës për festat e nëntorit, të fillojmë fillimisht nga 28 dhe më pas 29 nëntorit, i specifikojmë? Po, ne do të nisim programacionin ton 28 nëntor. Në orën 10 të mëngjesit, Bashkia e Tiranës në sheshin Skënderbej ka programuar ceremoninë e ngritjes së flamurit. Është një ceremonial që është zyrtar, të gjithë qytetarët janë të ftuar që të jenë pjesë e kësaj ceremonie. Sigurisht do të jetë prezente banda frymore e qytetit, do të kemi shumë të rinj dhe të reja me kostume popullore, të cilët do të nderojnë flamurin, dhe e gjithë ceremonia më pas do të mbyllet me fjalimin zyrtar të nënkryetares bashkisë. Por pavarësisht këtij ceremoniali, ne kemi edhe evente të tjera që ndodhin. Gjatë kësaj dite, përsëri. Gjatë kësaj dite, sigurisht, në pedonalen e qytetit, afër galerisë kombëtare, do të jetë një organizim për fëmijë dhe për prindrit e tyre. Sigurisht është nderimi i flamurit, do të ketë vizatime të ndryshme, mund të provojnë kostume popullore, muzikë, fest në kuadër të kësaj feste. Dhe më pas një tjetër qendër e rëndësishme artistike është edhe pazari i ri. Sheshi i pazarit të ri do të transformohet në një pazar të madh të traditës shqiptare. Edhe aty do të kemi valltar me kostume popullore, do të përkujtohen shumë këngë shqiptare dhe sigurisht do të ketë edhe një provë të ushqimeve tradicionale tonat. Organizimi i festimeve në këtë ditë të shënuar të 28 nëntorit do të nisë me ngritjen ceremoniale të flamurit kombëtar.
Le të kujtojmë fjalën që Ismail Qemali u dërgoi fuqive të mëdha jo si akt protokollar, por si një shpallje të identitetit tonë që Shqipëria është këtu, kërkon vendin e saj mes kombëve. Dhe sot, 113 vite më vonë, është rada jonë t'japi zë po këtij mesazhi, me punë, me integritet dhe me institucionet që ndërtojmë çdo ditë. Prandaj sot, teksa flamuri invalvitet mbi Tiranën e rritur, të ndryshuar dhe të afruar në standardet evropiane, le ta kujtojmë të vërtet të thjeshtë dhe të fuqishme. Flamuri ynë nuk valvitet nga era, por nga vullneti. Valvitet mbi një Shqipëri që ecën me një hap të sigurt, mbi një Shqipëri të lirë, të bashkuar, të fortë. Mbi një Shqipëri që e vizaton të ardhmen, duke ndërtuar sot shtetin, ligjin dhe besimin tek ai. Dhe po ju lë me këto vargje të Kajkonicës. Flamur të ngrinin e erë, me shqiponjën me dy krerë, dhe në vend tuaj të roni, si të doni e si të thoni. Gëzuar ditën e pavarësisë, gëzuar ditën e flamurit, gëzuar gjithë, rrof Tirana, rrof Shqipëria. Dhe pas ngritjes në mënyrë ceremoniale të flamurit kombëtar, aktivitetet e organizuara nga Bashkia e Tiranës do të vazhdojnë në pedonalen e qytetit, si dhe në ambientet e pazarit të ri, ku do të ketë aktivitetet larmishme, artistike, kulturore, por jo vetëm. Për Alp TV Kanada, nga Tirana, raportoi gazetari Lorenz Shehu.